keni kërkuar që të mbyllet seanca shqyrtimi gjyqësor pas jetë publike. Mbrojtësi juaj na ka dërguar me email një kërkesë të zyrën e gjyqtarit dhe zyrtarit. Apo të na thoni çfarë pse duhet mbyllet shqyrtimi gjyqësor? Më thej ka të edhe çdo gjykim më jap, çdo dëshmi e jam ka qenë mbyllur. Në procesin që ka qenë për Berseki Raçës. Edhe ndaj Rahimit dhe Berseki Raçës gjithmonë ka qenë mbyllur. Pa ka arsye më mbyllur apo vetëm pse kanë qenë atëherë mbyllur? Po, pse jo? Pse që punë arsye për shkak që ma ka miratu gjithmonë atë prokurori edhe prokuror ma është më trupi gjykues. Pra e kërkesën e dëshmitarit dhe ashtu siç e theksoi veç dhe ashtu siç kam përpara procesi verbali të shëtimit gjyqësor nga seancat e mëparshme, ku seancat kanë qenë të mbyllura, gjithnjë sipas arsyeve që janë theksuar në kërkesë, ndërtohet po i theksoj mbrojtjen e jetës personale dhe familjare, profilin e tij të dëshmitarit që është një fytyrë publike. Përkrajmë tërësi kërkesën e zotit Shoshi, që gjenë para me shkëndësit e dëshmitarit, që seancat e jetë mbyllur gjatë deklarimit të tij. E themim në emër edhe të kolegës, nga se gjatë leximit të shkresave të lëndës së more shpytjen e seancat që i përmend edhe vetë, përmend edhe këto, shihet që është e të mosdoshme me vërtet që të jenë seanca të Gjykues. Aprovohet propozimin të shëtimit të publikut. Seanca do të jetë mbyllur për publik.